Gjithmonë për shembull e kini një krah djath. Apo kupton, besnik, përveç gruas si. Mirë është për shembull më ndosë sa me tradhtu, apo kupton, me prish moralin familjar. Unë s'jam një njeri që e fali tradhtin. Sa për shembull kur e bën një herë ka më bë prap. Po për shembull nëse se bën partneri të lumtur, edhe normal që ka më tradhtu. Mos tradhtojnë, të jenë besnik se për shembull si burri apo gruaja kërkush nuk bëhet. Prej kajt pra vjen? Prej Krushës Madhe. Jetoni në Krusha po? Janë këtu në Prizren. Në Prizren jetoni. Unë djem të ri ka pak kam qenë vjet, a janë të martum të jom dashurun? Krejt ka pak. A i martum? Martum po. Qësta vite? Që 3 vjet. Që 3 vjet. Po më duket në mosh 3 po ke martu. Në çfarë moshë martu? Unë e martu në moshën 23. 23. A jeni këtu kështu apo me familje? Ja, kështu. A doan sa të kanë ndryshuar martesa si person? Perfekt. Perfekt. Për Shumë mirë. Mirë, normal. A i frigosh grus? Urna? A i frigosh grus? Jo, respekt po, a mi frigu jo. Qa më në pra të burra që i frigohen grobe? Së di Allah A i shëtë. pratik? Normal që po. A të ka bo me ndryshon martes disa gjana në jetën tonë dhe për shumë? Vetëm për mirë. Për mirë, qka për shumë të ka bo me ndryshon për mirë? Po për shembull menime pozitive, për një ardhmë më të mirë. Gjithmonë për shembull e kini një krah djath. Apo kupton, besnik, përveç gruas si. Përveç grus. A familjes normal. A është letë që të besimin me kriju? Ja, nuk është lehtë për shembull. Sa të ka desh sa kohë që të besimin pas të ma shoqja atë? Po për shembull besimin varet që e bën vet, apo kupton? Apo kupton? Edhe kemi fetu besimin janë një tjetrit, edhe tash që jem ku jem. Ka vendimi ke për çifte që kanë shumë grindje, ka shumë divorce, ndarje. Vallai s'disha them për ta. Se ka shumë ka divorce, se ndohen. Po për shembull aty lind tradhtia. Apo kupton? A kur lind tradhtia ndodhin ndarjet, përçarjet. Sa po të radhton, sidomos një burr i martuar mas disa vjetë, për shembull, ose një grup. Po për shembull nëse se bën partneri të lumtur, edhe normal që ka më tradhtu. A duhet, a ka drejt ta tradhtojë një burr një gruan nëse ajo nuk e bën të lumtur? Më mirë është për shembull më ndosë sa me tradhtu, apo kupton? Me prish moralin familjar. A meriton një mundësi dytë m'ia dhon një personit? Vallai jo, te tradhtia jo. Sa, po thuj? Ja, tradhtia unë s'jam një njeri që e fali tradhtin. Sa për shembull kur e bën një herë ka më bë prap. Apo kupton? Çka nëse e ke dash shumë ata, ke fëmijë me Po ta. prap tradhtia s'falet. S'falet tradhtia. Po disa që e falin tradhtin? Vallai s'di ç'a them për ta. A duhet, pas të më tradhtia. Vallai po në varet për rastit, apo kupton? Këtë në varet për rastit. Kush po të raton sipas te më shumë? Gjenia femërore apo Vallai gjenia femërore, ma shumë po edhe meshkujt. Tash e mbo 50-50. Pse të raton sipas teje? Po e ceka edhe pak më parë. Nëse si a jep për shembull lumturin partneri ose partnerja dhe çto ndodhin ndarjet. Sa për shembull nëse unë i lumtur s'ka çka më të tradhtuar. Po një grup për shembull është e plotësuar me familje, me burr. Po ai burr domethënë edhe ai e tradhton. Që edhe jakmirën tradhtojnë. Po aty atëherë kanë drejt dy palët. Apo kupton? Sa për shembull përderisa e tradhton, po më mirë unë e them është për shembull mundos se sa më ja kthy me monedhën e njëjtë, apo kupton? Se ç'a bësh e ki prish moralin tënd. Do të thonë një mesazh. Po. Gjithë çifteve. Çka kështon një mesazh ti si person i Një martuar? mesazh që Jemi në temë që folëm. po mos tradhtojnë, të jenë besnik se për shembull si burri apo gruaja kërkush nuk bëhet. Apo kupton, një shekull jetë kemi çu me tha, edhe njëri më besnik në jetë mundet më kon nëse je, apo kupton. Kështu që sa më shumë duhi, ta keni një të ardhmë më të mirë. Faleminderit shumë që morë pjesë e historisë të jetës.